Në vitin 2023, në muzgun e jetës së tij, Xhamaludin Idrisi na dhuroi testamentin e tij më të çmuar. Librin Skice një jete të tërë në arsim nuk është thjesht një libër, është një ditar shpirti, janë lotët e fshehur të një mësuesi, janë gëzimet e vogla të një fëmije në debresh, janë plagët e një burgu të ftohtë dhe krenaria e një jete të jetuar me nder. Në ato faqe, ai na flet na flet për kohën kur buka ishte e paktë, por fjala ishte e madhe. Na tregon se si u mbjetua në dy sisteme, atë komunist që donte t'i zhdukte dhe këtë pluralist, kur ai gjeti më në fund zërin e tij të plot. Memoaret e tij janë një përkthjelje për gjeneratat e reja, një kujtesë se asgjë nuk është falas, se liria e fjalës është blerë me gjak, djers dhe vite të humbura në errësirë. Kjo është Kasjaka. Kjo është një tërsi gjeografike. Ja e njëjta. Edhe me legjendat mbrapa që mi. Shkojmë të tje, më bërë ndërvenin e Shkupit. Metodologjia e njëjtë, e kam bërë këtu, ka dikundi afro 1500 mikrofonime të mbledhura dhe të analizuara nga aspekti semantik, leksikor, morfologjik, gramatikor, e mandej leksikologjik, në shtresën leksikore, dhe analizën e theksit të këtyre. Gjithashtu kam bërë edhe një histori të shkurtër për gjitha fshatat, dikundi janë 29 për mduket këtu, se kam marrë edhe dërvenin e poshtëm, edhe dërvenin e jepër. Nuk kam shkuar deri në Grupçin. Grupçinin atje Novo Selo, Çiflik, e kutadionet të tjera. Tu tje, tu si këshilltar pedagogjik, që kjo tjene tema e Zagrebit, prava popullare shqipe të Kasjakës Shkupit. Kam një 20 sa prava në 4 fshatra, që është interesant dhe është e deshifruar ashtu siç e kam dëgjuar. E kam mbledhur në mikrofon dhe e kam deshifruar ashtu siç autodidat. Këtu kemi përmbledhje punimesh të paraqitura në simpoziume, e konferenca, edhe është një libër me rëndësi të veçantë, që studiuesit në vend që të kërkojnë, të libri, mund t'i gjejnë këto. Dhe libri i fundit, shkencar mendoj se është ky, që ka një peshë të veçantë, për arsye se nëpërmjet jetës time, kam arritur të bëj të përmbledh një shumësi temash, shoqërore, politike, arsimore, shëndetësore. Që edhe shëndetin tim brenda kam pasur problem, e kam futur brenda. Kështu që mendoj që çdo arsimtar, për edhe të interesuar për arsimin, të jetë mirë ta marrë, ta shpletoj. Aty brenda në fund ka dokumente të cilat i kam shkruar për gjimnazin Zofishmarku, angazhimin në Zofishmarku, për zgjidhjen e problemit të objektit, janë brenda gjitha shkresat gati.
libra shkollar. Libri im I parë është ky, si koautor, buzëqeshja, në vitin 1985, fejmë I saj, Besim Rusje dhe unë, dhe që libër do të shpadet më ndaj si libër më I mirë nga Procentodeu, por do të shtu, do të ribotohet në vitin 1987, në momentet. Shimi këtë fotografi. Kam përkthyer këtë tekstën, takimi I papëlqyeshëm, për mbajtjen brenda. Ilustratori ka vënë këtë fotografi. Në botimin e dytë, Gjergji atëherë, Gjergj Gjuraf që se dini, e kanë ndryshuar, kanë vënë këtë, dhe mua më akuzojnë diferencimin. Se unë me qëllime kam vënë këtë, takimi I papëlqyeshëm që takohet vajza I papëlqyeshëm me partizanët, si ka dashur partizanët, po I ka dashur Gjermanët. Ky është botimi I dytë. Ky është libri I dytë për klasën e 6, leximi letrar, dhe mendoj se është ndër librat më të mirë. Po është botuar në vitin 2001 nga Albas. Albasi bile këtë libër e ka libër të parë me këtë. Të botuar, kështë për gjimnas, ishte reforma e gjimnasit. Albasi ka këto libër e mandej Albasi u zhvillohet. Të tje në koautorësi me Mahmut Hysën për klasën e 7. E më vonë jam me koautorësi me Bahri Becin, profesor akademik Bahri Becin, po ky libër nuk është botuar, është paguar edhe nuk e kam botuar. Nuk e kam botuar. Atëherë, ajo nuk e të ministri jashtën të firme e ti Sërgjan Kerim. Ky libër gjuha shqipe për të klasën e 8 për të huaj, jam autor për të huaj për Maqedonës. Bile tash disa shkolla shove dhe përdorin. Këtu jam në koautorësi për klasën e 8. Edhe këtu është zgjeruar libri I vitit barë për klasën për vitin e parë gjimnas. Ky është për shkollat e mesme profesionale për vitin e parë, koautorësi. Unë jam autori I shoqatës akademikëve shqiptar të Maqedonisë dhe kemi disa projekte, ky është një prej projekteve. Kemi bërë analizë kritike të programeve mësimore dhe librave shkollare. Këtu unë kam një pjesë lidhur me gjuhën maqedonase dhe librin e klasës së 5 në gjuhën shqipe. Bile njëri është ashtu I titulluar Gabime skandaloze, ndërsa ajo tjetra është analizuar programi dhe librat të cilat përdoren në gjimnas. Ky është projekt. Këtu jam brenda unë një prej autorëve, jam brenda e keni edhe, e keni emrin aty. Punon që shoqata akademike, e të formuar para 5 vjetë po punon, 4 vjetë gjys 5. Punimet të tjera kam në për simpoziume, konferenca, janë botuar dhe tash janë të derdhura, tash jam duke I mbledhur të botoj një përmbledhje, këtë ku I kam paraqitur. E kam edhe çështje edhe të fushës, edhe të politikës kam disa, se janë më pak, po më tepër janë të shkencës të kësaj të gjuhës.